I lani flokët për ditë, ja arsyet pse jeni duke gabuar. Të lani flokët tuaj në mënyrë të përditshme nuk është shenjë kujdesi. Përkundrazi, folikulat e flokëve prodhojnë një lëndë ushqyese natyrale të quajtur sebum, i cili mbron flokët tuaj prej agjentëve të jashtëm. Duke i larë kaq shpesh, kjo lëndë fillon të zhduket duke i bërë flokët tuaj të brisht. Një pjesë e mirë e shampove ka në përmbajtjen e tyre klorur sodiumin që nënkupton krip dhe mund të shkaktojë tharjen e lëkurës. Në përmbajtje ato kanë edhe përbërës si parabenit, të cilët me kalimin e kohës janë përgjegjësit kryesor për rënien e flokëve. Pigmentet të cilët nuk janë natyral të përdorur në shampo kolor mund të shkaktojnë kruarje dhe acarim të lëkurës. Prania e sulfatit në larjen e shpeshtë të flokëve i bën ata më të thatë dhe më të dobët edhe në krehje. Substancat hidratuese të shampos mund të pengojnë rrritjen e folikulave dhe të pengojnë oksigjenin në rrënjët e flokëve.